po të presa të mbaroj, ferma, të një nga hapa, Shofim kur dalë, po duhe pru fjallën, tani atyre të mirë, fol me vënë. I vetëmi mesazh që unë lexova sot aty e çet bashon, jo, pse erën klemi. Faleminderit sa. Hajde. How I feel. Si morti guxon e klemi ti ke jashtë Vanessa, pra do me u bë si shoqe e Vanessës, që e mbron Vanessën, edhe tash Vanessa nuk ka shtu mbran më nga unë. Fjalia e parë që i erdhi nuk ishte faleminderit edhe kaq, po ishte Shofim kur dalë. Që për mua si shoqja e Vanessës është absurde. Ai nuk është i sinqert në këtë gjë që bën. Se po ti ishte i sinqert, ka ndryshuar dhe syt olla. ore unë nuk e njoh atë. Unë prandaj nuk rri me atë. Nuk e njoh kush është. Unë kam disa shqetësime me Indrin. Çfarë problemi kam unë me ty? Përveç se për Vanessën, çfarë problemi kam unë me ty? Ai ka frikë nga përgjigjja ime dhe për faktin që përgjigjja ime do bëhet në publik. Jam shoqja e ngushtë e një gocë që ka dalë nga këtu dhe ka dalë duke mos treguar 100% veten e vet, po duke u treguar si e dashura e Indrit. Unë çon nervat në pupa, nuk mund ta doroj këtë facilitet. Sara është aty te lista jame boss. Heke masken. Boss, doroj më. Unë shikoj që ti bën gjithë këto gjeste, që nuk më bien vetëm mua në sy se unë nuk jam e çmendur. Thua gjëra në prajm, të dalloj që bën gjëra këtu. Çfarë mendon ti? Të kam qefun ty me këtë që po bën ti? Mund ta mbuloj sa të dua atë, që mos të dua që ta shfaq, është gjë e dukshme, mendoj e papranueshme. Sara vun shumë nga egocentrizmi, është mretnesha e fjalëve në percepa. Si është çështja e Vanessës? Çfarë çështje tjetër ka këtu? Apo s'do ti të jetë çështja e Vanessës? Përdor Vanessën të shika dal me msulmu mu. Personalisht e kam më shumë problemin me Indrin se sa me Klevisën në rastin e të dyve.